Përshëndetje, edhe sot për përgatisim iftarin tepër të mirëqeshëm. Fillojmë me recetat. Fillimisht për me përgatit iftarin për sot, na nevojitet mish viçi në fileta dhe në total këtu kam 1 kg e 100 gram mish. Te mishi po hedhim kryp, një lugë të mesme me kryp, pak biber të zi, pak hudhër pluhur, mandej shtojmë edhe pak keri, pra curry e rëzat. Këto japin edhe një shije pak më shumë mishet, mandej biber të koq, më pak se një lugë të mesme biber të koq, një lugë të mesme me veget, edhe vaj. Tash këtu shtojmë edhe 2 lugë të gjellës me kos për ta bërë mishin pak më të butë edhe më të sheshëm. Krejt vazhdojmë edhe i përzim mirë derisa mishi të përzihet me krejt këto përbërësi që i kemi hedhur tek mishi. Mishin unë kam vendos me pjek në furrë. Vërtet nëse e përgatitni kështu do ju bëhet shumë i sheshëm. Provoni recetën sepse ja vlen të provoni një recetë të tillë. Tash mishin mund ta lëni në frigorifer që të pushojë mirë e mandej pra mas 3-4 ore mund të filloni edhe ta përgatisni edhe ta pjekni. Mishin i cili ka pushu në frigorifer do e shtrojmë kështu në një tepsi, edhe kjo është tepsia ku unë sot do bëj edhe pjekjen e mishit. I renditim mishin kështu afër njëri tjetrit të gjitha pjesët. Mundeni këtë recetë pra me përgatit për mysafir, mundeni edhe për veti. Tash varet çka doni me përgatit edhe si doni me përgatit. Por recetën e sotit kam vendos me shoqëru edhe me patate, që do ta shikojmë pak më vonë edhe recetën. Te mishi që të bëhet pak më i sheshëm, shtojmë edhe vjam. Pra, në qoftë se keni në shtëpi pak vjam, e nëse jo, mund të shtoni pak gjalp ose margarinë. Shtojmë 200 ml ujë dhe tash do e la mishin në furrë që të pjeket ngadal në temperaturë 200 gradë. Furrën e shpëretit e lshoni në momentin që do ta shtim mishin me pjek. Pra, në momentin që mishin kena me shti në furrë, do ta lshoj furrën në 200 gradë. Dhe kështu do ta la që të pjeket mjaftueshëm. Ko pas ko e kontrolloni, pra është pjek ose jo, e rrotulloni her nga njëra anë, her nga ana tjetër, po e vreni që mishi ka mjaftueshëm ujë, edhe kështu bëhet shumë shpejt. Vazhdojmë kështu duke rrotullu e pjekim mishin për 1 orë në temperaturë 200 gradë me letër, mandej ja largoni letrën edhe e leni që mishi të skuqet mirë derisa të shterret edhe lëngu kështu. Tash pasi mishi është pjekur edhe për gjys ore tjetër, do me thonë 1 orë e gjys, mu deshtën për me pjek mishin apo këtë recetë për sot. Tash mbi une normal po e lyj me pak lëng që të merr edhe pamje më të mirë, edhe tash mishin e kemi gati, vetëm se na mbetet me provu, por do të vazhdojmë edhe do të shohim recetën tjetër të patateve. Për iftar kam vendosur gjithashtu me përgatit edhe patate, ta shoqërojmë edhe mishin e pjekur me patate, sepse i ja vlen. Dhe për këtë recetë ju duhet 1 kg patate, shtoni dikon 50 ml vaj, pak biber të zi, vetëm pak, mandej shtojmë edhe krypën, 1 lugë të mesme, por nuk e mbushni plot me kryp, mandej 1 lugë të mesme veget, biber të koq,
një lugë të qajt ose gjys luge të mesme, pak origano me maje të lugës, edhe krejt i përzim mirë. Kështu derisa të përzihen patatet mirë. Përvreni që patatet i kemi ndarë në feta të holla. 1 kilogram patate mjaftojnë për ta përgatitur këtë recetë. Edhe tash patatet i vendosim në tepsi, të gjitha afër njëra tjetrës, kështu si në video. Kjo është njëherit edhe një nga recetat e preferuar të familjes. Bëhet shpejt, e mirë, e shishme, mundeni me përgatit për mësafer, mundeni me përgatit gjithashtu për vete. Pasi patatet janë gati, tash do i futim në furrë në temperaturë 200 gradë për 25 deri në 30 minuta. Pra derisa patatet të pjeken edhe të skuqen kështu në 200 gradë. Pasi patatet janë pjekur mirë, shikone, tash shtojmë kremin për gatim. Dykun 300 deri në 400 ml. Vazhdojmë be shtojmë pak kashkavall dhe gjithashtu shtojmë biber të kuq, dikon 1 lugë të qajit, sepse kjo jep edhe ngjyrë mbi patateve edhe receta ju bëhet shumë më e mirë. Provone për mysafir, provone për vete, sepse jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqeni shijen. Vazhdojmë tash e shtim në furrë sërish në temperaturë 200 gradë për 15 minuta, 10 minuta. Do ta kontrolloni derisa të skuqet, të shkrihet kashkavalli. Shikoni pra kështu duhet të duken patatet. Është recetë për e mirë e shishme, provone sepse ja vlen. Pasi që të gjitha recetat i kemi gati, edhe iftari për sot është gati. Ne po vazhdojmë edhe po e servojmë në pjatë, sepse tash veçmë edhe fillojmë me iftarin, i provojmë recetat, vërtet janë shumë të mira të shishme. Provoni edhe ju, sepse ja vlen. Tash vazhdojmë edhe shtojmë mishin, edhe iftarin për sot e kemi gati. Provoni recetën. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Të gjitha xhiruesve, agjerim të lehtë dhe të pranuar. Kjo ishte receta që kishim përgatitur për sot. Shpresoj që do të takohemi edhe me shumë receta të tjera. Mirëmbëjtje.